origjinale është në arkivet tona. Po, duhet të flas pak për çlirin e Tiranës. Tani i kaluam ato fotot, po të lutem rikthej edhe një herë. Po të them edhe një të fundit. Po. Ndërkohë regjia më rikthen fotot. Kishe ato fotot para pak. Ato fotot që dukeshin si pikturat e Ramës, në fakt ishin Jo, mbaje këtë edhe kjo kanë. Tiranës. Kjo, po. Edhe kjo kanë. Po, me 29 dorë të 44-s, Mehmet Shehu ishte përpara Dajtit, hotelit që Po. Edhe aty gjen Muhamet Prodani. Muhameti shkollon të brigadës së parë, pas selam Mehmeti ky u bë komandant i brigadës së parë. Ai thot, hajde Muhamet, do të hym te komandanti. Enver Hoxha kishte vënë syrën aty. Po. Po mirë, tha, dhe hyn. Sa hym atje thot Muhameti, në kujtimet e tij, kujtimet të cilat ja ka marr një gazetar i ushtrisë, Duka me mbiemër, Apostol Luka, vllai Arben Dugës, po Apostoli ka qenë gazetar i nivelit lart. Dhe profesor Milo i ka vlerësuar shumë këto intervista që u ka bërë atyre, i ka bërë intervista me të vërtet profesionale. Dhe thot kështu, ky Muhameti, hym atje dhe komandanti na tha që ja tani merr një radiogram nga Tahir Kadareja, ishte komandanti i divizionit 2, e më njofton se Shkodra u shirua. Edhe ja radiogrami thot. E kemi pa me sytë tonë, thot. Po. Pastaj prej aty kjo fjalë shkoi te na konspiruar e shpallin në atë tubimin, mitingun që ishte bërë, se rinia po festonte pavarësinë. E kuptoj. Dhe çlirimin e Tiranës ishte shpallur 3 ditë festa, me rast të çlirimit të Tiranës dhe pavarësisë kombëtare. Kur erdhi kjo e çlirimit të Shkodrës, u bë festa mori gjallëri të jashtëzakonshme. Unë kam parë dokumentat, kam shkruar edhe libër për Stenan Nëndori, në fakt. Kam parë shumë dokumente. Pra s'kemi ku ikim, është në 29 nëntor, dita e nuk është ajo. Në fakt, kishte edhe nga ato drejtues komunist, si Alir Pulë e tjerë që propozuan që ta bashkojmë. Me 28. Mos lodhim dhe thonë të kemi të bëjmë 2 festa. Mirë po, kë ishte e rëndë se ishin 6.000 veta që kishin qenë në çlirin e Shkodrës. Ishte edhe qytetarët e Shkodrës aty ishin. E dinë ata. Kështu profesor. Ndërkohë, ja, i rikthehemi kësaj foto, si thashun? Është zhvillimi i luftimeve në qytet. Po, është shumë interesante kjo. Çfarë është kjo? Kjo është pjesa e parë e luftimeve për çlirin e Tiranës. Nga data 29 tetor deri me 10 nëntor. Divizioni i parë që kishte marrë urdhën për çlirin e Tiranës, e kishte marrë që me 15 shtator. Por divizioni i parë ishte në përbërje të Korpamatës së parë. Korpamata e parë ishte formacioni më i madh luftar, dhe e kishte divizionin në përbërjen e tij dhe Korpamata kishte 12 brigada në atë kohë. Dhe divizioni kishte 3 brigada. Divizioni u afrua nga zona e veriut. Brigadat e tjera ishin vendosur në të gjitha, brigada e 4 këtu në Tiranë e Re, brigada e 8, brigada e 17 këtu në zonën e Murqetas, brigada e 23 këtu nga Vora, brigada e 24 të Lumës këtu në zonën e autorepartit edhe të medreses. Ishte me 12 brigada rrethuar Tirana. Me datë 29 nëntor u dha urdhri i sulmit. Në fakt, urdhri ishte përgatitur, njoftimi ishte bërë që herët, që me datë 2 tetor, urdhri i komandës Korpamatës thuhej. Urdhri do t'u jepet me radiostacion. Ushtarakët, komandantët, kishin bërë rikondicione, kishin marrë planin e mbrojtjes gjermanëve dhe kishin bërë një plan të saktë. Plan të cilën e kishte nisur për ta bërë edhe me Meçehun, po e bënte edhe sektori operativ i Korpamatës së parë. Korpamata kishte një sektor operativ me burra të shquar të planizimit, të planifikimit ushtarak. Mes tjera, shefi i saj ishte ky Shaban Strasmiri, kapiteni që kishte marrë akademinë në Itali, dhe që propozuar për antar i shtabit të përgjithshëm fakt. Dhe sepse e thash sepse ashtu than nganjëherë që planin e luftës tu e kanë bërë jugosllavët. Nuk është e vërtet. Planin e luftës tu e kanë bërë shqiptarët, e kanë bërë formacionet tona ushtarake dhe me nëndor, pastaj me nëndor, komandanti i Korpamatës, Talindero, shpalli në një, pa e quajmë konferencë shtypi, në një takim me këto përfaqësuesit britanik, amerikan, rus, sovjetik dhe jugoslav, këtu në Tufin. Shpalli pikërisht planin e sulmit. Va tha se ku dojë, se do bëhet e tjere. Kështu që është e saktë fare që këtë planifikime më bërë vetë. Dhe ajo që i ka ndërliku pak punën është sepse njerëzit çuditën, me datë 29 thot
është bërë sulmi për në Tiranë, me datë 30 ka dalë urdhja Enver Hoxhës sot. Po. Tani Enver Hoxha ishte duke fjetur gjumë në Berat, e se dinte fare se ishte ndodhur në Tiranë, thonë ata e tjetër. Në fakt, nuk është fare. Enver Hoxha kishte dhënë urdhën e tij si komandant i përgjithshëm që në shtator. Mbi atëherë urdha të tillë janë, këto quhen urdha direktiv. Se u le kompetenca në gjithë botën kjo ndodh kështu. U le kompetenca formacioneve dhe organeve të tjera poshtë. Këto formacione të tjera, Korpamata kishte kompetencat e saj. Dhe Korpamata bëri këtë program. Dhe Korpamata po zbatonte me 29 tetor urdhin e komandës përgjithshme që i dhënë që në shtator. Me 30 tetor, natën, po vinte me radiograme, janë 4-5 radiograme, urdhi i datës 30 tetor për sulmin përfundimtar të datës 11 nëntor. Sepse 10 ditë do t'i duhesh i Korpamatës për t'u përgatitur për sulmin. Patjetër. Edhe erdhi, edhe u bë sulmi. Në fakt, sulmi mbi Tiranën, me datë 29, forcat partizani hynë drejt në qendër. Gjermanët u tërhoqën edhe që nga pjesa e veriore, edhe nga pjesët e tjera, mbetën vetëm këtu në qendër dhe këtu tek kjo Tirana e re kishte. Forcat e brigadës 4 dhe 8 sulmuese ishin në anën jugore, bashkë me brigadën e 10, në anën jugore të Tiranës. Forcat e brigadës parë, të 24, të 23, e të 17 ishin në anën veriore të Tiranës. Këtu, në pjesën jugore, edhe pjesën veriore, bëj luftë shumë e fort. Bile, Aleksandr Quvani, që ishte një nga qytetar, profesori shqubar i gjuhës shqipe këtu, ka shkruar një letër, ja shkruan te Sotir Koles, miku të tij, e i thot, ka luftuar shqiptarë si asnjëherë tjetër në historinë e tij. Se ishte partizan atë mas mundësi që kishte për të parë. Do thoshte e çuditshme. Kanë shkruar në letrat e tyre ushtarë gjerman. Është të mashme thot, ta partizanët nuk marrin kurrë. Nuk tremen fare. Pra, lufta e Tiranës, betejë e Tiranës ka qenë betejë e madhe. Mund të pyes, gjithmonë duke ngelur tek shifrat, tek numrat. Për shembull, 17 nëntori është një ditë e rëndësishme, është dita që tu çlirua kryeqyteti. Dhe kjo mund të shpallej edhe si dita e çlirimit të Shqipërisë. Po. Ka disa vende që kështu i kanë bërë. Po këtë gjë e kanë vendosur ata që i kanë çliruar. Në saktë pritën Shkodrën. Po babai dhe nëna janë vënë emrin fëmijës. Ësakt. Ata janë. Tani, ata e mendonin kështu dhe për mendimin tim kanë bërë drejt. Sepse me 28 nëntor, ku po fliste Enver Hoxha aty në atë që e pam ne, ai tha, Shqipëria nuk është çliruar e gjithë. Është edhe Shkodra, është edhe një pjesë tjetër. Dhe dha urdhër, që dërgoi komandoj që sa më parë përfundonte gjithçka. Po Shkodra nuk ishte një territor do si do. E para, ishte edhe një pjesë e madhe e Shqipërisë veriut ende pa çliruar me datë 28. Kështu që ishte çliruar, në fakt, edhe Lezhë ishte çliruar, edhe Puka, edhe Kuksi, po me datë 17 nuk ishte çliruar këto. Kësaj ishte, pra ata kanë gjykuar që ishte pamundur. Këtu a duke folur pra. Kjo Dajti. Dajti është ky. Po. Dhe këtu duke folur Enver Hoxha ka thënë që Shkodra ende nuk është çliruar. Po. Në fakt, disa thonë pa hyç fare, thonë, ja, edhe Enver Hoxha ka thënë atë ditë që dita e çlirimit është me 28, sepse tha që kjo ditë u bë 2 herë e shenjtë. Në fakt, janë spekulime. Ndërkohë dhe diçka tjetër, ja, ne e përmendëm ato yjet pashuar, ato janë 28.000 yje të pashuar, 28.000 dëshmorë të Shqipërisë.